Misteret e Shqipërisë. Legjenda që lidh malin e Krujës me shpellën e Axhi Alis. Dy vende, një legjend, një mister që vazhdon edhe sot. Po sikur një legjend shekullore të lidhë një mal të shenjtë me një shpellë Buzdetit, në pamjet parë, mali i Krujës dhe shpella e Axhi Alis nuk kanë asnjë lidhje. I ndajnë 10 kilometra, por sipas një rrëfimi popullor që vazhdon të përcillet brez pas brezi, këto dy vende bashkohen nga emri i një njeriu, Sari Saltiku. Në majën e malit Krujës ndodhet teqja e Sari Saltikut, një nga vendet më të njohura të pelegrinazhit në Shqipëri. Për shumë vitesh, mijëra njerëz ngjiten deri atje për të lutur, për të kërkuar bekim dhe për të nderuar figurën e tij. Por legjenda nuk ndalet në majën e malit. Ajo vazhdon në një vend shumë pak të njohur, poshtë malit në zonën e Fushkrujës. Aty ndodhet një vend i shenjtë ku ruhet një gjurmë që shumë besimtar e lidhin me Sari Saltikun. Sipas traditës gojore, kjo është gjurma e këmbës së tij. Banorët tregojnë dhe një histori tjetër. Thuhet se gjatë periudhës së komunizmit, një person pa në ëndër ose në një vegim, një figurë hyjnore e cili i kërkoi të ngrinte pikërisht në atë vend një faltore. Sipas rrëfimeve të banorëve, ajo përpoi disa herë ta ndërtonte, por përpjekjet u penguan dhe objekti u prish. Megjithatë, ai nuk hoqi dorë. Pas ndryshimeve të viteve 1990, vendi u ngrit dhe sot vizitohet nga shumë pelegrinë. Por kjo është vetëm gjysma e legjendës. Pjesa tjetër të çon shumë larg, në brigjet e egra të Karaburunit. Sipas një legjende të vjetër, Sari Saltiku bëri një hap gjikant nga mali i Krujës drejt shpellës së Axhi Alis. Thuhet se njëra gjurmë mbeti pranë vendit të shenjtë në Fushkruj, ndërsa tjetra pranë hyrjes së shpellës Buzdetit. Dhe pikërisht këtu fillon pjesa më misterioze e rrëfimit. Njerëz që jetojnë brezash në atë zonë tregojnë se në net të caktuara mbi ujërat pranë shpellës së Axhi Alis shfaqet një flakë e çuditshme. Askush nuk e di se çfarë është. Disa mendojnë se është vetëm një fenomen natyror. Të tjerë besojnë se është një shenjë e lidhur me legjendën. Madje, sipas besimit popullor, kush ndodhet pranë shpellës në atë çast dhe shpreh një dëshirë me zemër të pastër, mund ta shohë atë të realizohet. Këto rrëfime nuk janë pjesë e historisë së provuar. Ato jetojnë në kujtesën e banorëve dhe në traditën gojore që është përcjell brez pas brezi. Por ndonjëherë pikërisht legjendat janë ato që japin një vend i shpirt, mister dhe magji. Ndoshta kjo është arsyeja pse mali i Krujës, vendi i shenjtë në Fushkruj dhe shpella e Axhi Alis vazhdojnë të zgjojnë kurreshtje edhe sot. Po ju, e keni dëgjuar ndonjëherë këtë legjend? Dhe nëse një natë do të ndodheshim pranë shpellës së Axhi Alis, ato të guxonit të shprehni një dëshirë?